Sa fillon një muzikë filmi, të gjithë njerëzit e dallojnë që është karakteri veçantë i tij. Sot ne jetojmë me intonacionet e tij në vesh. Ai thashë ky është Chelsea. 4 masa është muzika e filmit. Me një portret, si këto portretet që kemi neve mbrapa, Beethoven dhe Mozartin që kemi, me një dëshirë të marrë për të lënë atë vullin e tij dhe e la. Ku vinte këmbën, mbinte një lule, mbinte një emocion. Gjithmonë i frymëzuar, dhe kjo është bukuria e muzikës së tij. Ati buronte muzika nga shpirti. Muzika e tij shikon brenda syve e shikon brenda shpirtit. Atëherë kur gjithë bota flë, unë ngrehem, më thonte mua, me muzikën time. Vlorë. Një qytet provincial ku nuk ndodhte asgjë, ku ritmet e jetës ecin ngadalë. Banorët e mbushin ditën me këngë popullore e rite familjare. Rrugicat e vjetra me aromë deti. 8 maj 1947 lind Kujtim Laro. Kujtimi ishte fëmia i 5, pra ishte fëmia i fundit i familjes Laro. Vinte mbas një tjetër kujtimi, gjyshët e mi kishin humbur një fëmijë, një djalë, me emrin Kujtim. Dhe atëherë kur lindi Kujtimi, që ishte i 5, vendosën ta quanin me të njëjtin emër, për të sjellë në jetë emrin e këtij fëmie që ata e humbën. Kujtimi vazhdoi shkollën fillore në Vlorë dhe më vonë ishte menduar ose që ai të bëhesh mekanik. Me Kujtimin jam njohur në shkollën numër 3, 24 maj në Vlorë. Kujtimi s'kishte asnjë lloj shfaqje që të dilte në sken, të këndonte. Mamaja ishte shtëpiake, ndërsa babai ishte shofer. Ajo që na lidhte neve ishte një çezëm publike ku mbushnim ujë gjithë lagja. Aty me gjyma në përduar, venim mi qonin mamasë Kujtimit, ato gjyma të mbusha plot me ujë, të kishte ujë. Lozi me top. Edhe loja jonë ishte vetëm me porta ungareze. Sa ai që ishin rrugicat ishin të vogla fare. Dhe ja ku vjen banda e qytetit, pa pritmas loja merr tjetër kuptim, tjetër emër, është një tjetër shije, një univers krejt i ri. Kontaktet e para i kemi patur me formacionin e orkestrës frymore, banda e qytetit. Sa dilte ajo, për ne ishte një feste madhe. S'kishim par absolutisht asgjë herë tjetër. Edhe s'kishim të dëgjuar gjëra të kësaj natyre. Kur dilte ajo, ne i ndiqnim na pas, vazhdonin derisa bënin gjithë xhiron rreth qytetit, edhe derisa hiknin ata, ne na kishin na bërë. Na pëlqente jashtë mase, dohon unifikimi, timbrat e kujt, të instrumentave. Kishte dalë edhe një film atyre, një vajza me flok të thinjura, një film kines, edhe 1-2 edhe atë këndonte shumë bukur. Edhe venim në kinema. Na pëlqente jashtë masës e zë i saj. Edhe shumë herë e imitonim. Askush nuk e di ku dora e fatit gjen Chelsin për të përcaktuar tonalitetin e duhur në simfoninë e jetës. Cila do t'jenë ato akorde, kthesa harmonike, zhvillime ritmike që do të vendosin rrugtimin e gjithë secilit. Asa kohë fëmijët e talentuar zgjedheshin në përrethe nga mësuesit e muzikës. Kryej një konkurs ku verifikoheshin të dhënat muzikore që më pas të konkuronin për të pranuar në liceun artistik.
ishte mësuese violine, ka marrur në Tirana, në liceu artistik, kushdo që të vi, të ketë dëshirë për të vazhduar në Tiranë liceun artistik, është i mirë pritur. Dakord, në orën 5 të shtëpia e kulturës së Beut. Edhe ne në bazditë vajtëm. Të dy, unë edhe Kujtimi. Në thrathën seksion arsimi që ju të dy keni fituar me valigjet me dras, unë isëm të dy, edhe vajtëm në liceun artistik, Jordan Misja. Ishte i ri, mbajmat në tregonte atë lidhjen e madhe që kishte me babajin e tij, i cili e shtyu atë në rrugën e muzikës dhe sidomos lidhje të jashtëzakonshme ai ka pasur me vllajin e tij, violoncellistin e shkëlqyer Gëzim Laro. I mat e nxit që të studioj kontrabas në liceun artistik, Jordan Misja, së kohë, edhe sot. Dhe duke ndenjur gjithmonë mbrapa. Ishte vllai më i madh, ishte ai që kishte filluar rrugën ndërkohë të artit. Në ato vitet vështira, veshjet ishin ato që ishin. I madh kishte mundësi ekonomike pak më tepër, pasi kishte filluar të jepte edhe mësimet e para, luante edhe në orkestër, dhe kishte një xhaketë. Dhe kjo xhaketa transportohesh, pra një ditë e vishte Gëzimi dhe një ditë ja kalonte Kujtimit. Dhe bënin kështu, pra që të ishin të dy të veshur, të mbathur, po themi, por ajo xhaketa kalonte nga njëri te tjetri, pra të dy mbartnin të njëjtin stof, jo vetëm atë që preket, ndoshta edhe atë të talentit, edhe atë të përjetimit, edhe atë të dëshirës për të bërë një rrugë në këtë rrugtim të vështirë të artit. Me Kujtim Laro një minjor që në rinin tonë të hershme, në liceun artistik, dhe jetojnë në një dhomë të madhe, si konviktor që ishëm në një dhomë me një 50 veta. Atjer pash për të parë Kujtimin me imazhe në konkreti. Çdo gjë e kthente në imazh. Fillimisht studionte për kontrabas. Edhe në fund provimeve ose sagjove që i themi ne që i bëhen në mes vitit, unë e shoqëroja vazhdimisht. Bënte kërcimi i lepurit. Edhe dizonancat, pram, e ke parasysh, po që ke Kujtim? Jare, valja lepurave. I madh e çon tek profesor Qes Zadeja. I madhi profesor Qesku e bëri një orë mësimi me të, duke parë të gjithë potencialin që ai kishte, dhe ishte shumë entuziast dhe i thotë sigurisht që Kujtimi do studioj kompozicion dhe do jetë studenti im në klasën time. 1967, ai nis studimet për kompozicion në Institutin e Lartë të Arteve. I ri, rebel, plot energji e ëndra, mbruhet njeriu dhe artisti me garanci suksesi të padiskutueshme. Fitoi konkursin për kompozicion dhe ju përkushtu krijimtarisë. Ka përfitu shumë nga mësimet e Qes, edhe në reflektimin, por ka rujt karakterin e vetë, individualitetin e vetë në muzikë. Punonte me orë edhe pa orë. I tingëllon të orkestracione, dëgjoj e kështu ti qarës kjo, thosë unë, ore, jenë vete. Kur i shkronte në orkestr, ato merrin dritë. Shpesh studionte tek banja e katit fundit, nuk ka pas klase, sepse atëre shkolla ka qenë më e vogël, pa shtesat, pa pjesën e godinave që janë bërë mbrapa. Në katën e tretë, në fund, është ka qenë numri 10. Dhe ishte prishur ajo dhe u fut piano, se s'kishim ku të venim. U bë auditor për të punuar. Ngeli dhe si emër aty, dhe dhoma e Kujtimit. Edhe më mbrapa, deri në kohën time, ajo ashtu ka qenë. Hapi i parë u hodh. Bulzojnë veprat e para, ndikuar nga autorët klasik rus. Është koha kur shkruan variacione për violincel e orkestër, koncert numër 1 për violinë e orkestër,
Poema simfonike. Në vitin 69 ai krijon koncertin e parë për violinë dhe orkestër, që është një nga koncertet edhe sot ka ngelur në fondin e artë literaturës sonë. Është një koncert i parë një prizëm pak të ri, sepse ashtu si ishte vetë antikonformist kujtimi, ky koncert vjen në formë një kohshe, quajmë ne muzikantët, do të thënë e përmbledhur cikli koncerti në 3 kohë në një kohë vetme dhe krijon një koncert dinamik, ku parti kryesor, siç e quajmë në tema e parë, me temën e ty ndërthuren shumë bukur midis dinamikës dhe lirizmit. Thuhet në historinë e muzikës që ky koncert ka nisur si përjetim i atyre aksioneve të asaj kohe. Kishte një koncert për violinë edhe orkestër, që ka luajtur Ibrahim Malli, ndër koncertet më të bukura. Dhe mbështetja ati është tek Kabalevski. Tema kryesore e këtia është marrë edhe tek filmi Teti në bronzë. Viktor Gjika më mori mua që isha ende student, në rolin kryesor të Ibrahim Pollaqit, mori edhe Kujtim Laro, student, kompozitor. Një rastësi, u takuam gjatë filmit, rinim në kino studio dhe ata për të mos ne ishim nga rrethet, aty bëri një dhomë për ne të dy. Solli një piano për Kujtim Laron, kështu që kam qenë bashkëudhëtar edhe gjatë kohës së krijimit të muzikës të Tetin në bronzë. Përsëri, Kujtim Laro kompozitor tek Bukicat që kërkonin diell dhe unë aktori kryesor. Edhe pati sukses të jashtëzakonshëm muzika e Kujtim Laros. Pam 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 pam. Salla ishte një muzikë edhe moderne, edhe shumë goditse. E intriguar, bërë thashë them se mund të ishte për çmim. Dhe thane, ka të ndikuar nga çështja sa diel, ishte një film, kështu francez. U ngrit një plur shumë i madh rreth atij filmi, u krijua një komision i posaçëm. Profesor Çesku, bashkë me disa të tjerë, u lumtuan thellë dhe kuptuan që gjithçka çfarë ishte nga temat e folkut tonë, e popullit tonë. U mblodh komision me tërë titullarët, dhe vajti Kujtimi ja u monstroi, ja ku është motiv lab. U tërhoq. Kjo temë ka një shtresëzim polifonik, që në fillim dëgjohet një kadencim i njëjtë me këngën popullore Janinës Shqipan Syt, e cila modulon për të marrë një ritëm tjetër. Një nga filmat ku muzika Kujtimi zë një vend po të rëndësishëm si një personazh është dhe filmi Vendimi. Është një film që trajton përsëri ngjarjet e luftës së dytë botërore, ku muzika është vërtet shumë interesante sepse ndërthuret shumë bukur kënga jonë e famshme, shumë e njohur Janinës Shqipan Syt. Sepse ka qenë, thot Kujtimi, kënga shumë e dashur e nënës time. Pra duke që kjo këngë ka shenjuar shumë në krijimtarinë e Kujtimit, jo vetëm pse është nga zona nga i vjen, por është vërtet një nga këngët tona lapidare. Ishim në festivalin folklorik të Gjirokastrës në vitin 1978 dhe do të bëhesh koncerti tregues i grupeve artistike të Vlorës. Dhe kur filloi të këndohesh kënga e Janinës, Kujtimi filloi të qante me lot. Pra ishte shumë i ndjeshëm, sidomos për Vlorën.
kishte një lidhje shpirtërore. Ajo është krenaria dhe mburja që ai e deshte atë. Kur e do diçka, ai e krenar gjithmonë. Sigurisht është përqendru shumë në motivet e jugut. Ka nuancën e folklorit të jugut. E shikojnë një njerë atë pentatoninë, themi neve, atë 5 tonshi i lavërisë që ishte, i ka bërë një përmendore të madhe, si shumë pak kusht tjetër, muzikës lavët. Krimtaria e tij kishte një aromë shumë të veçantë që siç duket buronte edhe nga origjina. Aq më tepër edhe nga ajo që ai dinte shumë bukur të merrte nga krimtaria e popullit vet, esencën, nektarin, edhe ta shpironte këtë në muzikë. Sëri një populli që kërkon liri, është më i fortë se buqime e tërë topave të zbrazur së Bashku Gjeneral. Kanë kaluar 51 vjet nga dita e bashkëpunimit tim të parë me Kujtim Larën. Dhe pikrisht në vitin 1974. Sot e kësaj dite nuk harroj fare se sa rëndësi ka gjetja ideale e motivit të filmit. Në filmin Shtigje lufte, personazhi është Kajo Karafili. Dhe në këtë histori, Kajo Karafili, që ka një emër artistik, Kanan Tafili, nuk vdes, por ama e mbetet një hero. Dhe populli në atë kohë ka nxjerrë një këngë që titulloi Ditë e henë, ditë e zezë, quvra kaja mu në pezë. Kjo këngë popullore që u prap në ato vitet 43-44 në për Shqipëri, e frymëzoi kujtimin që të ishte lejt motivi kryesor i muzikës të filmit. Tu ka një temë vërtet shumë të bukur dhe të ndjerë, që besoj dhe regjisorët e botëror ta kishin zili për mënyrën se si kompozitori ka arritur ta përthyej në dimensionin e skenës. Të marrësh një motiv të thjesht popullor dhe ta ngresh në pjedestalat me orkestrë, me gjithçka, është një mrekulli, sepse ju ka lënë një muzikë të paharrueshme, të mrekullueshme, e vërtet. Sepse vetë muzika e filmit ndihet kënga si referencë, edhe kur ajo është me zë, dhe kur ajo nuk është. Dhe këtu do shënjoja pikërisht muzikën e lehtë ku e ka marrë pjesë në shumë festivale dhe pikërisht në institucionin ku jemi. 1970, Kujtim Laro diplomohet. Nis punën në redaksin e krimtarisë muzikore të radio-televizionit shqiptar, ku qëndron deri në vitin 1976. Në krah të shumë artistëve si Gjon Simoni, Ferdinand Deda, Aleksandr Lalo, Gjuliana Jorganxhi e të tjerë. Shumë këngë të suksesshme në frymën e baladës, e lirizmit, mbajnë firmën e tij. Për herë të parë, Kujtimin e kam dëgjuar në radio me këngë të ndryshme që krijonte ai, që kur ishte student, dhe më vonë pasaj u bëj njohur shumë në dekadën e majit 1969, ku ai u paraqit me një koncert për violinë dhe orkestër me radio televizionin shqiptar, ku solisti ishte violinisti i dëgjuar Cin Simoni. Takuam rastisht në bulevardin e Madh dhe ai më ndaloi
sepse kërkonte një tekst këngëve për anketë. Atëre punonte si redaktor muzike në radio televizion. Për herë të parë, ai është ekspozuar në festivalin e 12 me këngën Gjurmë të Arta, që e ka kënu Vaçe Zena me një shkëlqim shumë të madh, që zoni edhe vendin e parë. Një ditë në radio, kur po bënim provat e festivalit të 14, më propozon të ndigjonja një këngë që ai e kishte kompozuar dhe më thot, Alida, të shkojmë në piano dhe të tregoj vetëm një këngë. Këtë e kishte Kujtim Laro, e kishte të tijën që donte të gjithë këngëtarve tu tregonte me pasion muzikën e tij, edhe i thash, ti e ke bërë për mua? Tha, jo, në qoftë se të pëlqen, ta jap ty. Nuk e mendonja kur që edhe kjo këngë do të merrte çmimin e parë. Në 1975, emërohet drejtor artistik i ansamblit të ushtrisë popullore. Në këtë ansambël, shkëlqen me krijimtarinë e tij brillante në shumë zhanre muzikore. 18 vjet në drejtim të këtij ansambli. Krijon bazën mbi të cilën shpërthen krijimtaria e tij me këngë, kantata, përpunime, suita vokale e shumë krijime koreografike. Fati më çoi që Kujtimi të jetë pedagogu im i orkestracionit në Institutin e Arteve. Pastaj fillova në ansambël në 77-ën dhe atje Kujtimi ishte udhëheqës artistik. Kujtimi ishte zgjedhur si një krijues që ishte afër profilit të ansamblit të ushtrisë. Pra, pikërisht për krijimtarinë e tij epiko-heroike. Kompozonte në atë pianon e tij të vjetër. Nuk e hoqi atë sepse ajo ishte piano në të cilën ai gjente veten. Kishte ide kapaku nga poshtë fare dhe lart e hapur. Kur bënte krijime të reja, vinte që në mëngjes herët dhe fillonte i loste në piano. Entuziazmohej me një herë dhe i binte pianos me tërë pasionin dhe forcën e tij dhe i shoqëronte muzikën edhe duke kënduar. Ule, tang, 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 si duket kjo? Edhe një, hajtë, uleshim të dy, nga një anë, nga janë tjetër, tange, dunge, tange, këndonte në mënyrë të jashtëzakonshme, më keq se ai nuk këndonte njëri në botë. Hajde dëgjoj edhe ti. Vinte, po mirë, më shumë mirë e ke bërë, jo, do ta bëjmë më mirë akoma. I mbaronte, i silte në orkestrë, se donte që në atë çast ai ta dëgjonte atë që kishte në kokë. Bëri shumë vepra në ansambël në ushtrisë dhe bënte, i furnizonte ata, se kush do i bënte, ai orkestronte, ai i bënte me ata. Viminte i lodhur, ishte skapitur nga ansambli dhe mbajti peshën e një institucionit të tërë me radhë. Duke që në vazhën e koncerteve që unë kisha, më duhesh të këndonja 2 vepra, një nga Rachmaninov dhe nga Verdi arjen e Medoros nga opera Rilkorsaro. Mi po nuk kishim partitura orkestre, edhe i them, prof, si do më ndihmosh, sepse ai ishte mjeshtri i orkestrimit. Me shumë dashamirësi, mi orkestroj, dhe ato janë akoma dhe në fondin e arkivit të televizionit shqiptar. Orkestra, kur vajta unë, gjeta 17 kokra, 17 veta, 17 djemë të mrekullueshëm, por nga të cilët vetëm Fatmir Selmani ishte me shkollë të lartë, dhe Kujtimi prapë se prapë shkruan dhe për këtë orkestrë. Pse? Se partin e fagotit e jepte violonçelit, e jepte kontrabasit, e jepte timpanit. U bë orkestrë simfonike dhe luante vepra simfonike. Në gjirin e efektivit, erdhi ansambli ushtrisë tonë popullore. Mirë se vini shok të dashur. Përveç se kemi punuar së bashku, unë do të thosha se edhe kemi jetuar së bashku, sepse ansambli ushtrisë gati 100 ditë në vit i bënte turne në përgjithë trevat e Shqipërisë. Në ansambli ushtrisë jetoi si një familje e madhe. Ne shkonim në turne, ne kemi rritur fëmijët bashkë.
Ai isha i vogël, merrte gjithmonë me vete, që shkonim në për Sazan, Karaburun, kemi shku që jetë, asambli koncerte. Merrte çdo verë, se janë kujtime fëmijërie ato që nuk vdesin kur. Unë kisha qef ku shkronte ai. E shikoja, po shumë herë më xhirte jashtë. Do thënë qoftë ai ishte mirë, este puna, edhe rrian e qik. Po zakonisht më triste që ti një gjoja, edhe i tregoja. Kjo më pëlqen, kjo s'pëlqen. A i nëzefe shumë herë, gjoro. Kreativiteti nis gjithmonë me një faqe të bardhë. Qasti më intim i çdo artisti, nga ajo heshtje shurdhuese që i paraprin krijimit. Ajo hapësirë boshe që kujtim laro e transmetoi në poezi tingush me mira herë, që nga frekuencat e radios e deri në ekranin e madh. 5 poema simfonike, 2 koncerte për violin, variacione për violoncello e orkestër. Ndër më të rëndësishmet janë Baballarët, balada për Ismail Qemalin, balada për Selam Musan, vepra koreografike që janë plot 16 dhe të 16-ta vlerësuar me çmimet e para. Viti në të cilin kujtimi pati një krijimtari të shkëlqyer dhe që u vlerësuan edhe me çmime të para në koncertin përfundimtar që organizohesh nga tërë trupat artistike të Tiranës, ishte viti 1978. Krijimtaria e tij në këtë vit dallohet për 2 poema koreografike. Njëra ishte Do shkoj me trimat e malit, po këtë vit shkruan poemën koreografike, është e Jona Shqipëria. Të njëjtura janë 4 rapsodit e tia, ku do të veçoja pikërisht të rapsodi nëmër 2, dhe pikërisht në blokun qendror të saj, ku krijon një kontrast shumë interesant me gjithë progresionit të 3 momenteve të rapsodisë. Të pjesës parë që hapet me një këngë zagorite, të pjesës mesit nga Shqipëria e mesme dhe të valleve festive nga Shqipëria e veriut. Pikërisht në këtë sallë këtu, që është salla e orkestrës, tu bën incizimet e filmave, këtu filluan të bën incizimet e filmave, dhe ishte një farë mënyrë edhe e lehtë për ta transmetuar, sepse imazhi i notave, i muzikës, ishte shumë qartë edhe bukur shprehur. Ndërkohë, uverturat e njojtura të muzikës filmit, kjo është e njohur për një lloj paranteze dhe këtu dhe me kompozitorë botëror që nga filmat e tyre nxjerrin nga muzika e filmave suite apo uvertura dhe ato mbeten në fondin e artë të muzikës orkestrale simfonike. Udha shkronjave ka 3 gjigant që luajnë, se cili i pa arritshëm në personazhin që vesh, dhe personazhi i 4 është pa diskutim muzika. Si do ishin këta personazhe, pra cila temë do t'i vishte? Pak nota. Po ato nota, o Zot, nuk i bëjnë dot. Unë të gjoj shumë veta që e luajnë. Po i thonë, jo, nuk bëhet kështu. Venë me piano, atë e dua kështu, thoshte. E dua kështu. Tiri, tiri, rarari, tiri, rarara, tiri, rara. A e dini që kur ka incizuar muzikën e filmit Udha e shkronjave, këndo njëri, këndo tjetri, nuk e asnjëri. Do ta bëj vetë, edhe ka bërë vetë. Ajo kënga në zë, nisi një mërmërim, derisa ajo ngrihet dhe krijon edhe atë poezinë e këngës, e cila hapet në dimension simfonik në fund të saj. Këto tinguj janë si ajo udha e tingujve, udha e shkronjave, ku përzihen bashkë tinguj dhe shkronjat.
kërkojnë kujtimin si kompozitor për filmat e tyre regjizorët më në zë të kohës, sepse dinë që kujtimi i përgjigjeshe imazhit të filmit, e ndjente shumë imazhin e filmit dhe në bazë të imazhit shkruante edhe muzikën. Kur ishte fjala për një vrapim, kur ishte fjala për një moment psikologjik, po kryesisht i kishte të momentet emocionale, i kishte bazuara mbi ato, si thua, më dramatike. Aty është ndjeshmëria e madhe e kujtimit. Ishte kurios për të mësuar në cilën do zonë që ne shkonim. Ishte kurios të dinte për figurat të shquara të vendit tonë, figurat të cilat lidheshin me lirinë dhe pavarësinë. Ka pas një prirje për të shkruar muzikë mjaft epike. Edhe temat e filmave, edhe regjizorët që kanë bashkëpunuar me te, e zgjidhnin pak a shumë për këtë prirje të muzikës tij. Unë gjithmonë dhe fëmijë më mend gjithmonë muzikën me zhurmën e hedhjes së predhave nga topat, bashkë me ato turkun, skuptohet aktorin, që bërtiste Atesh. Atesh! 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 Te filmi Liria vdekje, ndesha me disë forcave kundërshtare këtu vjen shumë bukur. Vjen pikërisht në antagonizmin në orkester. Ku fillon në regjisin e ullët, në momenti potent ajo rritet gradualisht duke kryer kontrast midis vetë familjeve të orkestrës, duke marrë dhe dhënë me njëra tjetrën. Është si një marsh që fillon të rritet gradualisht, duke sikur Herimer, themi hap pas hapi, sikur, me thonë, nga qerqisi vetë e mbret kushtrim brapa, për të shkuar drejt përballjes themi me kushtesin. Do filmi është me temën historike, kujtimi nuk shpëton të themi në thonjësa nga bota e tij, poetika e tij, sidomos tek ato elementet ku ne shpesh i quajmë skena që e lehtësojmë veprimin skenik, siç është marrëdhënia midis qerqisë topullit dhe të shoqes. Timlaro ishte kompozitori i ndjenjës. Është pa mundur që në filmat e tij të mos përcjellësh kjo lloj gjerësie, thellësie e shpirtit të një kompozitori krejtësisht unikal, i rrallë. Kujtimi ka qenë, të themi, një nga kompozitorët që ka ditur njohë edhe shumë mirë regjistrin vokal. Pasi ke temat lirike ai përfaqësohet shumë përmes zërit vokal femëror të vokalit pa fjalë. Kurse violonçeli i tij dashur përgjithsisht personifikon zërin burrëror për të ardhur bukur në mënyrën më poetike të mundshme. Violonçeli ka një gamë sonoriteti, e cila është shumë afër zërit njerëzor. Sigurisht është kjo një nga arsyet që ai në çdo kolon zanore të vetën kishte gjithmonë temën të luajtur nga violonçeli.
Pas 10 vjetësh, në vitin 1984, unë pata përsëri idenë të bashkëpunoj me një kompozitor tashmë që ishte super i njohur dhe super popullor, me Kujtim Larën. Ishte filmi Militanti, përsëri një temë luftës për jetën e Vasil Shantos. Momenti më fatali ati filmi është vrasja tragjike e Vasil Shantos. Dhe në atë film, momentin kur Timo Floko ose Visar Shundi është i rrethuar nga gjermanët dhe bën një luftë heroike, momentin që ngrihet për të hedhur një bombë, merr një goditje të fortë. Dhe në atë moment që goditjet ka një eho, ka një rënkim sikur vjen nga thellësia e shpirtit, një dhimbje që vjen nga plagosja e rënde tia. Dhe ai bie si trung në tokë. Një nga filmat vërtet ikon të kinematografisë shqiptare është filmi Në fillim të verës, për të cilën ai ka shkruar dhe një uverturë shumë të bukur mbi temat e filmit, që luhet dhe sot me shumë kënaqësi nga pianistët dhe orkestra, qoftë brenda vendit por edhe jashtë vendit. Premiera është bërë te Ish Kinema Partizani dhe ka pas një sukses të jashtëzakonshëm. Ky film në vetvete është një lloj kontrapunkti, siç e quajmë në muzikë, midis vetë skenarit të filmit, që është me temën e luftës së dytë botërore, dhe muzikës së shkruar për këtë film. Pasi është ndërtuar mbi motivin e temës së dashurisë së çiftit që është brenda filmit. Ishim student, më takon një natë atje dhe ishte i mërzitur, se ishte prishur me të dashur, që ndarë, dhe u ul atje në kravatë. Mori ato letrat e të dashurës, i vuri atje në tavolinë e i doqi. Mori atë hirin e dashurisë ikur, u përlyje dhe uri me këtar dhe këndonte, pa i ishte një njeri i jashtëzakonshëm për ndjenjë. Ishte një fëmijë, nuk u rrit Kujtim Laro, Kujtimi mbeti fëmijë. Kishte dhimbje për dashurinë që humbiste, por kishte dhimbje edhe për muzikën. Njeriu i dhimbjes quhet Kujtim Laro. Tema është e tillë, e marrë nga jo, pa dhe harmonia që e sugjeron mbrapa, është pikërisht mbi këtë. Kujtimi filloi në fillim të viteve 90, si jashtëm. Ndërkohë dhe unë sa kisha mbaruar, kështu që edhe unë kisha filluar si asistent, kështu që marrëdhënia jonë ishte marrëdhënie kolegësh. Domethënë me studentët ulishe pinë një kafe mbrapa mësimit. Dhe shpesh pasaj unë i thrisnja xhaxha. Ky ishte nxënësi i Çeskut. Që Çesku i quhej si babai. Çesku kishte nxënës Kujtimin dhe Thomajin Gaqin që ishte profesori im. Kështu që për mua babai që Thoma Gaqi dhe Kujtimi ishte xhaxhai. Kështu lidh kjo histori mes kolegësh dhe ngel emri xhaxhai. Dhe kështu i fillon i thrisit e tjerët, ata që kishin marrëdhënie të tilla me. Kishte një kërkesë të veçantë për studentët që çfarëdo që shkruanin të paktën
pamja, shkrimi i tyre duhet ishte shumë i bukur. Jo i bukur, por shumë i bukur. Një bukur shkrim në nota, kuptohet. E kishim ëndër që takoheshim me një kompozitor si puna e Kujtim Laros. Si më ka dhënë Endrisina dhe Thoma Gaçi, që i kanë pas të dy profesor kompozicioni, po mblidheshim shpesh dhe unë i gjuaja këto. Kur shifja kujtimin, i shkoja pull poste, i mbija si kërput, domethënë. Në ato bisedat e përhershme, ata unë i nxirja prapë ke punë e zanatit, domethënë i thoja, po kjo si bëhet, po sikur të bëhet shumë, edhe njëri nga këta do të jepte një përgjigje, dhe këtë plaste debati, unë mendoj kështu, unë vidhja zanat ndërkohë, dhe profesor Thoma Gaçi më thoshte gjithmonë, ti mirë bën sa mirë, thot, na i vodhe zanatin, dhe në shkollë lartë, domethënë në klasë, po edhe këtu në kafe. Pedagog vërtet i dimensioneve të rralla, që për studentët e kompozicioni, por dhe për studentët e tjerë, sepse të gjithë i referoheshin atij. Çfarë bën Kujtim Laron aq sublim, unik dhe njëkohësisht kaq njerëzor? Ishte i frymëzuar për çdo gjë, në marrëdhënie me shoqërinë, me muzikën, çdo gjë nga një respekt me të tillë mimik, thithë aje. Ngado që rrotullohej kishte miq. Ishte pak introvers, edhe pse nuk dukesh. Domethënë ishte një person që brenda vetes si reflektonte gjatë. Kur mbaronte punën nga ora 3:30, kalonte përpara shtëpisë time për të vajtur në shtëpinë e tij. Një ditë më surprizoi, tha, kishte diçka në dorë, thash, shtojtë kjo gjë, do ngjitëm sipër, tha, jo poshtë. Dhe erdhi sipër dhe më sjell një macë të vogël, sepse macja e tij kishte lindur 5 macka, dhe donte që t'i shpërndante ndër miq këto. Uleshim, hajde thoshe e lodhur tani dhe ulu. Mere, po nuk e pi. Mirë, mos e pi, s'ka gjë. Ja, hajde gëzuar, shëndeti i Marinës. Marina që vajza ime, shëndeti i Marinës do t'a pish. S'ke që bënë, do merrte nga pjatë e ti, do ma vinte mua, atë keqë vlaj, edhe kur pinte nga dhe qik, fillon i putheshin pastaj. Fillon të tregonte Barsoleta për veten, kush që Barsoleta e ti nëmër 1, se a ishte gagaç. Unë jam gagaç, thoshte, po më ka lezet, thosh. Bënte humor atje ku donte, ose atje ku i kuptohej humori. Ti e shejtan ti, Lida. Ti e shejtan je ti. Se ka qenë qik me madhë, të që unë neve ngjajmë në të dy. Si ngjajmë të dy? Po i kemi të dy veshët llapushi, thosha, se dhe Kujtimi ka pas kështu në qik. Ne muzikantët i kemi veshët llapush. Qeshni. Ai ishte njeri shumë i sinqert, nuk mbaj mend të ketë folur me zili për dikë tjetër nga kolegët e tij. Kujtimi më ka dashur shumë dhe më ka vlerësuar sepse jo mua vetëm. Kujtimin e donin plot dhe ka ndihmuar plot. Dimri i fundit ju besua një djalë aso kohë të ri, që ishte i madhi Aleksandër Lalo, i cili një natë në një koncert të Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, në një pushim, në ndërmjet cigareve që të moste, më tregoi gjithë historikun e atij rrugtimit të tij në shkrimin e Dimrit të fundit. Thot, në moment në fundit shkoi te Kujtimi dhe i them, ma dëgjoj një herë se shkon apo nuk shkon, apo... Dhe ai e dëgjoi, përgëzoi, kuptohet për gjithë punën. Dhe në fund i thot, për mua duhet ndryshojmë tonalitetin. Pasi në tonalitetin që ti e ke shkruar, kontrabasat nuk do tingëllojnë. Dhe po nuk tingëlloj kontrabasi, mungon 2 shemeja gjithë orkestrës. Dhe thot, nga ai moment të ndryshoj gjithçka. Kujtimi hante gjithmonë thonjt, kështu se ka qenë shumë me emocion, kishte më shumë emocione sa neve nga njerë mbrapa skenës. Asnjëherë nuk gjëndesh, e kërkonin gjithmonë, shkonin mbrapa skenës festivalit, kërkohesh Kujtim Laro, nuk gjëndesh asnjëherë. Por njerëzit nuk e njihshin për fytyrë. Gati të gjitha këngët e tij janë vlerësuar me çmime të para, të dyta dhe të treta. Ke njerëzit e agimeve, këtë këngë e pëlqyem të dyja, edhe unë edhe Irma. Mori një stil rimnor, mori një stil popullor. Kishte një kërkesë të madhe për tekstin e këngës, kërkonte fjalën e bukur. Mirëmëngjes, ditë e bukur kalteron. Malim, fushën, zemra zgjon.
Të nesme të gjithë njerëzit kur shkonin në punë përshëndesin një tjetrin, mirëmëngjes. Na u bë përshëndetje kjo motivi i kësaj kënge. Teksti mirëmëngjes u gjet. Domethënë që kur u gjet fjala kyçe, them unë, aty përjetohet edhe emocioni dhe ta jep të kujtimi me një herë, në mënyrë se si binte pianos, ashtu ta jep të temat. Për mua mbeten këngët Vala dhe Shkëmbi, Këmbanat e shpresës, Qeshiza e dhimbjes. Me këtë Vala dhe Shkëmbi ishte idea e tij. Unë e krijova si tekst mbi muzikën e kujtimit. Një fëmijë niset drejt ëndrrës me një valigje druri në dorë. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Njeriu përvijohet në adoleshencë, ruan grimcat e të ardhmes në laboratorin e kujtesës. Copa për jetimesh, copza ëndrash. Jeta në lice ka qenë shumë e sistemuar, hyrjet, daljet. Në brenda teritorit të shkollës, çdo gjë ishte kontrolluar. Në ditën e shtunë kishim liridalje, edhe ishte kujdestari, bënte apelin, kush mungonte, ku ishte, ku zvajte, në bazë bë studim i detyruar. Benin hanin bukën brenda teritorit, lart në katën e tretë ishte fjetorja. Të nesmen pasaj me zile, ngriheshim shpejt, të gjithë krevatet xham, rreshtoheshim poshtë. Në 4 fillonte studimi, edhe kështu vazhdonte gjithë koha. Mbaj mend që erdhi një herë kur sa kishte realizuar muzikën e filmit Lulkuqe mbi mure, dhe më tha që kam bërë një muzikë për një film që të bën vetë qeshësh, po edhe të qash shumë. Dhe ishte filmi Lulkuqe mbi mure me regji të Dimitër Anagnosit. Një melodi që vinte nga shpirti e drejtuar shpirtit. Ta ishin ata fëmijët që ikën nga familja. U rritën bashk mes shumë mundimeve dhe shumë peripecive dhe shumë varfërie. Ai nuk e ka thënë kur, po unë mendoj që është kjo. Të rrit vetëm. Të bërit burr para kohe, pa pasur familjen afër, duke pasur vetëm një vëlla. Edhe në fakt edhe ata të dy personazhe kryesor krijojnë një marrëdhënie vllazërore pa qenë edhe vlezër. Një prej filmave ikon të muzikës së kujtimlarës është padyshim Lulkuqet mbi mure, që ka shënuar gjithë jetën e tij të krijimtarisë të tij artistike. Kujtimi këtu është i paarritshëm. Për shumë arsye, së pari, do thoshe që në hapjet filmit është biçikleta si një element që vërtet regjizori ka gjetur shumë bukur, ku një prej fëmijëve Jaçja që e hap dhe mbyll filmin, hecën duke kthyer kokën mbrapa, por duke parë me syt me dritë përpara. Dhe këtu ndërkohë muzika vjen po ashtu si një rendje në ritmin e saj, melodizmin e saj, vjen si një këngë pa fjalë. Është një film që unë do ta quaja rendje drejt shpresës, drejt dritës nga errësira. Një tjetër skenë prap interesante është skena kur lidhet buka fëmijëve dhe aty vetë muzika është në një lloj impakti të tillë që krijon temi atë kontrapunkti mes asaj çfarë po ndodhte dhe muzikës së vetvete. Ndërkohë që koha ishte me diell, pra e gjitha vjen një kontrapunkt të jetës, të asaj çfarë po ndodh dhe muzika e cila futet si një shtresë e mesme për t'i vënë këto në një trajt dhe për të mbajtur të një ekuilibrin e saj. Është një muzikë që vërtet ashtu prekse dhe si kujtimi që çdo notë i pikonte. Pikërisht në këtë sallë kam incizuar këtë kolonë zanore, që vërtet është jo shumë e gjatë, po është shumë signifikative, shumë e drejt për drejt në emocion.
më thotë, është shumë fort, Suzana. Si t'ja bëjmë, ku t'a vendosim, atëre më qua në fund salës dhe më kthyen me kuriz. Që ajo të vinte si një jehon, si një eko, si një, nuk di si të them. Dhe vërtet i arritën qëllimit, dhe vërtet filmi pikërisht aty arriti pikën kulmore kur djali bie nga muri dhe qellohet. Laro është Shqipëria. Nuk është një kompozitor i zakonshëm. Shqipëria me epizmin, me lirizm, me folklorin, me muzikën e kultivuar dhe mbi të gjitha me ndjenjën. Ndoshta këta tingu i kanë qenë aty, në tharmin e tokës, në bulzën e vesës, në ëndrën e pashpallur, në qiellin e përfolur, në frymën e pangjizur. Ndoshta doj prekja e dikujt për t'i çliruar nga melosi i këtij populli, nga dasmat, vdekjet, djepet, vajet, mallkimet, përshpirtjet, nga hunerat, shkëmbinjtë e egër murtyr bregut, njësoj si ata zogjt që e përplasin klithmën horizonteve të përgjakura. Minëtori i dytë është një nga filmat të cilët kompozitori ka shfrytëzuar një dimension të madh të realit të vlerave të muzikës shqiptare, duke përshkruar nga jugu në veri. Zotërit Luigi Gurakuqi, Fanderitole, Gëzohen, Shpen Dragovia, Lym Ket, Vetë filmi duke pasur një qendër, një erot të kryer, siç ishte Ismail Qemali, ai e shoqëron me atë që ai kishte në dënën e vet me pentatonin nga zona e Vlorës. Na vjen nga Shqipëria. Nuk më njeh nga vera. Jam Lym Kepi. Ndërthurje ka që bukur midis këtyre trevave vjen shumë natyrshëm në krijimtarinë e tij. Aty dëgjojmë edhe citimet e muzikës, por edhe vetë muzikën e tij të krijuar origjinale. Dhe kjo komplekse, kjo mpiksje mes këtyre vjen në një mënyrë shumë të natyrshme dhe ndërkohë i sjell filmit edhe një tjetër dimension. Ashtu i madh siç vjen ai si film, ashtu vjen dhe muzika brenda tij. Unë e di me vërtetë çfarë deshtej. Ka qenë muzika e filmit Nëntori i dytë, që i kishte shumë për zemër bile. Ishe i dashuruar me ato muzike. Ajo ka ndërthurje shumë bukura. Ajo është për të studiu fejkisht. Në 2016 duket kur u bë galaja e muzikës filmit, por orkestroja unë disa nga pjesë e kujtimit, aty sikur e kisha pranin si duket, i thoja, mirë, a ishte pa e kuptuar, ha? Pastaj mas ju bë galaja, e ndje pranin ati. Sikur desën korrigjonte, sikur më thoshte diçka, sikur... Po e ndje në të vërtet. Ku di unë, ishi si angjëllë.
Unë thjesht bëra atë që kishte bërej. Po me mënyrën time. Tasëm se nuk ka lindur në Vlorë, si do të niste vallë ky dokumentar. Po sigur audienca e tij mos ishte ajo e një vendi si Shqipëria, por Europa, ndoshta edhe mtej. A do të flitej vallë për një gjeni apo për një artist të zakonshëm që si ne të gjithë e blen bukën te e njëjta furrë lagjes. Ke lulet kuqe, lulet zeza, post-produksionin e kisha në Sofje. Edhe kaluan disa Amerikanë me ato drejtore në studios atje, dhe po kaluan të muzika. Lulet kuqe, ndalën ata. Dhe më thënë, ka në Shqipëri, thënë, këtë nivel. Por e kam takuar herën e fundit ka qenë viti 1996 dhe ndjej një dhimbje të madhe, sepse ai në atë kohë kishte mbetur gati pa punë, sepse ansambli i ushtrisë ishte mbyllur, ishte shkrirë. Shkuan 3-4 vjet, pas viteve 9 vjet, se nuk kishte shkruar, nuk po shkruante, Kujtim Larua. Dhe unë i thash, ore Kujtim, po pse shkruan Mjuzafer? Nuk më gudulis këtu. Nuk kam motiv. Më duhet motivi. Më duhet heroj. Filloj disheza, ra, u së mor liria, dhe isha, okej. Ku erdi në te. Ha më Kujtim. Vajta. Edhe i thash, Lilo i thash. I thash se gladiatori. Erdha të pash. Do vidhe unë, po ja dhe pak. Fundi që jo i bukur. Më kujtove së fundmi, kur ai ishte i sëmur, që vinte në Akademinë e Arteve dhe priste të bënte mësim. Ashtu gjithmonë, vetë mohuesi pa fjalë, duke pritur studentët për orën e mësimit. Dhe gjithmonë me atë buzëqeshja në fytyrë, pa e treguar asnjëherë sëmundjen dhe dhimbjen që përjetonte së brendshmi. Kur kemi pasur muzikën e filmit të Lulet kuqe, lulet zeza, edhe ajo temë është nga perlat e kujtimit që nuk njihet gjërësisht. Kjo temë që e këndon violonçeli me gjithë bukurinë e vet, është një, siç e tha dhe vetja, tha vetë regjisorit me Vlan Shanaj, më duket se kam shkruar muzikën e vdekjes time. Ma vuri në CD, e po dëgjoja. Dëgjova jo më tepër se 1 minutë. E mbylla, si e ti këtu i tash? Si e fare ti këtu? Të do ta dëgjoj më i tash, e se dëgjova më. Dhe kujtimi na ushtru në kujtim. Janë fjalë
e Gjemairës Fahijut. Sa të ketë në Shqipëri njerëz që japin për të tjerët, sa të ketë njerëz që i kushtohen të tjerëve, sa të ketë njerëz që japin jetën për të tjerët, do luhet kjo muzikë. E thot shpirti, konscienca e gjithë kombit shqiptar. Kujtim Lara është i parritshëm, mbeti njeri i madh.